Tani ambasadorit Bashkimit Evropian i them kaqur. Zotëri, ne absolutisht respektojmë orientimin seksual të të gjithit, të çdo njeriu. Por përpjekjet tuaja për të imponuar shoqërisë shqiptare standarde të përkatësisë së shumëfish gjinore, të gjinisë në diversitet të gjerë, përveç asaj binare, edhe i them këtu, edhe në statusin tënd ti je binar. Ne nuk merremi ne me trajtimin, ka fëmijë, ka padërgrua, ka marrë vendimet e veta mrapa siç ka shpjeguar jetën personale, se unë s'do të merrem me jetën e tij personale fare, s'do të merrem. Pra, kështu që ligji s'ka asgjë të përbashkët me asnjë, le të thotë shqiptarëve, cila direktivë e Bashkimit Evropian, le të thotë të daltja u lexoj aty, cila direktive e Bashkimit Evropian bën fjalë për përkatësi të shumëfish gjinora.